Në kuadër të turit punët për Shqipërinë, kryeministri Edi Rama është ndalur në qytetin e Vlorës, ku ka inspektuar nga afër ecurinë e punimeve në kantierin Lungëmarrë 4. Gjatë vizitës e Rama shoqëruar nga kryebashkiakja e Vlorës Brunilda Mersini dhe drejtuesi politik i qarkut Bledi Çuçi, ndërsa është njohur me fazën aktuale të punimeve në pjesën perëndimore të shëtitores. Sipas planit të projektit, punimet në këtë segment pritet të përfundojnë brenda datës 15 maj, në mënyrë që shëtitoria të jetë plotësisht funksionale për sezonin turistik veror. Projekti parashikon jo vetëm përmirësimin e infrastrukturës, por edhe krijimin e një piste për biçikleta dhe rreth 250 poste të reja parkimi, që synon të lehtësojë ndjeshëm fluksin e lëvizjeve gjatë muajve të verës. Gjatë qëndrimit në Vlorë, kryeministri ka zhvilluar gjithashtu një kafe me operatorë turistik të zonës, ku është diskutuar mbi sezonin e ardhshëm dhe sfidat e turizmit. Praktikisht janë dy parkime të fuqishme për pjesën e Vlorës dhe për pjesën e akomodimit të flukseve turistike. Një kat kontroll. Një kat, edhe këtu një katësh. Janë shumë afër detit dhe gjithmonë kjo frika se sipërfaqja ishte e madhe, por zgjidhja që gjetën projektuesët, ju e dini që munduan të ruajnë një pjesë të pemëve, pjesën e pemëve kryesore, dhe kanë gjetë një zgjidhje që dhe ruajnë pemët edhe shkojnë për pemët që do mbillen, mos jetë thjesht pemë pastaj mbi parkim, po të jenë pemë që shkojnë deri në tokë, që ka redukuar pak sipërfaqe, por nga ana tjetër se zgjidhja nuk është thjesht parkim, është parkim edhe një park i ri dhe një shesh i ri përpara universitetit. Mëtej, ai ka inspektuar dhe punimet për rigjenerimin urban të bulevardit të palmave dhe agrumeve, një tjetër projekt që synon përmirësimin estetik dhe funksional të qytetit bregdetar.